Para disa ditësh një miku im më shkruajti më tha, mora përgjigjet analizave të gjakut në i-Albania. Çfarë do thot kjo që Mirlinda Karçanaj dhe banda e saj apo dhe qeveria din çdo lloj informacioni, din edhe përgjigjen e analizave të gjakut që mora unë? Përgjigja është po. Absolutisht po, por jo vetëm kaq. Çfarë është më e rëndë është që Spaku ka zbuluar që nëpërmjet akshit kanë futur duart në kadastrën, kanë ndryshuar pronarët e disa pronave dhe për këtë po heton Spaku. Është e paimagjinueshme pushteti që ka akshi dhe drejtoresha e Edi Ramës që vazhdon të jetë në detyrë pavarësisht se Spaku e ka vendosur në arrest në shtëpi. Mund të fusin duart kudo, ka në dorë pronat tona, kanë çdo lloj informacioni që ka të bëjë me jetën tonë të përditshme, nga gjendja jonë shëndetësore, sëmundjet, ilaçet, hyrje dhe daljet në Shqipëri, gjobat që marrim, çdo lloj informacioni që kalon nëpërmjet akshit është në dorë të Mirlinda Karçanaj, për të cilën Spaku thot që është pjesë e një bande kriminale dhe Edi Rama vazhdon ta mbaj në detyrë. Duhet të zgjohemi, është skandal ajo që po ndodh. Jeta jonë, jeta e çdo qytetari të Shqipërisë është në duart e Mirlinda Karçanaj, një antare e një bande kriminale që Edi Rama vazhdon ta mbaj në detyrë.